Po ne mi lodh pak, populli duhet të vedisohet, sepse armiku nuk pushon. Ditët të cilat ne kemi përjetu, ato janë ditët dhimbshme, lash Zoti që mos përjetohen, po duhet kujtohen për mos mu përjetu mo. Po i me thënë emrin, urna. Po na do të më ta qitë emrin poshtë, e na Kosovajnë, fa? Edhe pyetja jam e sotit, sa jeni të kënaqur me politikat, zhvillimin politik mbrana shtetit Kosovës? Po thuhet në praktikë si mas vendit bëhet ku vendi. Nuk kemi as kënaqur, po edhe nuk kemi keq. Mund të thallë më mirë, shpresojmë që do të më mirë. Çka kishe ndryshu ti? Po, partitë politike duhet të ranë në ujdi për zhvillimin e shtetit, për zhvillimin ekonomik dhe për rehabilitimin e popullatës me të cilën jemi duke jetuar. I pishomi tash është po shkon nga Kamarsi edhe çdo ditë po na kujtohen ato masakrat, ato luftrat, ato gjenocidin që e ka bë okupatori serb ndaj neve, ndaj shqiptarëve përgjithësi. Edhe pishomi shumicën shumë pak politikan po janë pjesëmarrës në për këto mi thujt manifestime ose kujtime të luftës. Çfarë mund ta thoni për këto? Po ne mi lodh pak, populli duhet të vedisohet, sepse armiku nuk pushon. Ditët të cilat ne kemi përjetu, ato janë ditët dhimbshme, lash Zoti që mos përjetohen, po duhet kujtohen për mos mu përjetu mo. Po se, është e rënë se harrohen. Po çdo gjë që nëse harron kaluarën, harron atë ardhmen. Po e vërtet është. Ligji është ligj, morali është moral, ne duhet t'i kujtojmë sepse ato janë dhimbje historikisht që nuk do të pushojnë trupin edhe mendjen tonë. Çfarë ju kishe thonë politikanëve? Politikanë duhet të bashkëpunojnë mes veti, mos të bashkëpunojnë me armikun, sepse armiku na hup edhe të ardhmen. Po bashkëpunon me armikun. Po ka njerëz që po bashkëpunojnë ka pak, po dalin e për televizore, po shihet që veç ka edhe asi. Çka kishe bë ti nëse ishe konë gjykat për çato njerëz? Pra ata njerëz unë kisha dënu me burgim preç. Vallahi e dhoni po. Po është logjika po, sepse ndryshe nuk shpëtohet ky Çaj vend. njeri që ta ka prej moshë që ndjep, çaj sot po ti po shkon edhe po bashkëpunon me ta, është tër. Ai nuk është në rregull, po besoj që edhe Zoti do t'i dënojë ata njerëz, përveç popullit që ka me dënu. Çfarë mesazhi ju kishe dhënë gjithë njerëzve? Me u vedisu, vetëm me u vedisu, se e ardhmja nuk sigurohet e mirë pa u vedisu popullata. Se po thu që s'janë të vetëdijshëm sa duhet. Tamam si duhet jo. Çka kishe ndru? Mendjen e njerëzve, bindjet e njerëzve. Po s'bëhet ndryshe. A më nësh jam në ruketë me... Nga dal, punë të mira vinë nga dal. Punë të mira vinë nga dal. Çka ju kishe shti në mendje? Patriotizmin për këtë vend, sepse historikisht kemi hequr nga armiku, edhe Po i patriota na kanë dalë shumë? po ku janë ata? Kanë vdek patriotët. Ja. Patriotat kanë vdek. Pse kanë vdek? Kanë vdek në luftë. Po tu këto mas lufta nuk janë patriota? Nuk thash që nuk janë, po duhet vedisohen. Këto me patriotat kanë vdek në luftë. Po. E këto që kanë met, çka janë? Edhe këta janë Pa të vetëdijshëm. ka edhe burra patriot, po jo të gjithë. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Ju të ta shërbeq që rrini me neve sepse gjonat e mira i sjellën veç na.